Shpella e Spiles në i marrë një nga hapësirat më të veçanta të Bregdetit shqiptar, është nënshtruar një ndërhyrje për të rritur aktivitetin e këtij destinacioni për gjatë gjithë vitit. Kjo shpellë lidhet me mitin e Ciklopit të përmendur nga Homeri para 2700 vitesh. Ajo njihet edhe ndryshe si shpella e Odises ose shpella e Ciklopit, duke qenë se sipas mitologjisë ky është edhe vendi ku u ndeshën dy personazhet. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonçja vizitoi së fundmi këtë shpellë, e cila mbart një potencial të rëndësishëm kulturor dhe turistik për zonën. Në shpellë ka patur një ndërhyrje të kujdesshme, me qëllim mbrojtjen dhe interpretimin e kësaj hapësire unike, duke krijuar mundësinë që vizitorët ta përjetojnë dhe kuptojnë atë pa të cënuar integritetin e saj natyror dhe historik. Ndriçimi i pjesës së brendshme do ta bëjë shpellën të dallueshme dhe të identifikueshme edhe gjatë orëve të natës, duke krijuar një eksperiencë të re për vizitorët e duke e kthyer atë në një pikë referimi të Rivierës. Një komponent i rëndësishëm i projektit është edhe rikualifikimi i hapësirës përpara shpellës. Do të ndërtohet një itinerar i plot turistik dhe kulturor për sitjet e zonës së Imarës, duke lidhur trashëgiminë natyrore dhe ato kulturore. Projekti financohet nga Banka Botërore përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, me projektim nga Cultural Heritage Without Borders Albanian dhe monitorim nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Vlorë.